Shiko. Ja edhe këtu, edhe... Kalojmë tek, si që thamë, do të përgatisim tani një past të njohur, të shpejt, të thjesht, në pastën Ola, do të përgatisim gjysmë këtë spagetin, vetëm po shoh pak kohën e zgjerrjes, që Albana ka shtuar ujin, është 11 minuta, respektoni gjithmonë minutazhin që përshkruhet në paketim, në mënyrë që të merrni rezultatin e duhur të pastës. Pasta Ola prodhohet me grur me cilësi të kontrolluar, të bluar në Itali, por të zhndëruar me pasion në semolat që përdoren për të prodhuar pastën Ola. Pasta Ola prodhohet në impiante ku kontrolli i cilësisë së lëndëve të para verifikohet në çdo moment të procesit prodhues. Thjesht bëra detyrën e çdo konsumatori për të lexuar në etiketë se çfarë përmban, si prodhohet. Pra, semolina e grurit të fortë dhe ujë, dhe origjina e grurit është në vendet e Bashkimit Evropian. Teknologjia me cilën prodhohet është një teknologji e lartë, e kohëve moderne, për të sjellë një pastë cilësore që ne ta shijojmë siç duhet dhe të mos na dëmtojë. Por kjo lidhet dhe me disa elemente të tjerë, siç tham, koha e zgjerrjes, sipërzgjedhja, kombinimet e ndryshme e të tjera. Sot si ta gatuash, Albana, me çfarë salce apo alla carbonara. Atëre. Ta thoj se i kam qef të terma kur i përmend, kështu i thua. Përfshihesh, shkrihesh e gjitha tek termi. Tek uji. Ja, një sekond. Shpashtu që të jemi edhe pastaj kemi kohën që të flasim. Jo, nuk e kam shtuar edhe kripën. Okej. Shtoj edhe kripën, edhe jemi tani e ke të gjithë kohën tënde. Jo, do vendosim ta ziejmë për 11 minuta dhe unë do t'i lexoj përbërësit. Po, sa të dosh ti përbërësit, kam shuar makaronat. Do të përmbaj pasta. I shohim së bashku. Pra, po gatuajmë recetën e spageti alla carbonara. 400 gram makarona spageti, pra një pako, ne mund të ta gjysmojmë, të shtojmë të gjithën ose jo të gjithën, 2 vezë të plota, 4 të verdha vezësh, pra 2 të plota me gjithë të kuqen dhe të bardhën, dhe 4 të verdha vezësh, 100 gram pancet, 100 gram djath kaçkavall, krip, piper i zi, i sapo bluar, pra që të ndihet ajo aroma e freskët e piperit. Atëherë, kam 2 të verdhat e vezëve, edhe 1 të plot. E punoj. Të duhen vezë të tjera për të bardhat, i marrë në frigorifer? Jo, më duheshin. Jo, asgjë kaq më duhet, sepse e kam përgjysmuar fare. E kam limituar porcionin. Pra, receta që unë lexova është për 4 persona. Ne po e përgjysmojmë sasinë e vezëve, pancetës edhe djathit. E kam bërë çerek fare. Po. Gjithmonë recetat në ekran nuk japin për 1 person, japin për 4-5 persona. Rrah vezët. Keni pancetën, mund të merrni pjesën e faqes derit. E prisni në kubik, ose në të kundërt, në shirita të hollë. Ja të marrë, të shikon tjetër. E shikoni që këtë është pjesa me dhjam. Ta bëjmë pak më të pasur. I shtoj në tigan. Të them të drejtë, në moment që unë e kam zjerë dhe është pak problem tek mishi derit, që ne ta marrim dhe ta vendosim sërish në frigorifer. Pra, unë po e pres të gjithën duke i vendosur palë njëra mbi tjetrën. Mishi derit, sikurse dhe i pulës, ka një gatim shumë të shpejtë dhe normalisht është dhe në varësi të prerjes. I largoj. Oh, mirë.
Jemi. Ja, servirja e duhur. Qik djath, pak mjall, edhe petulla. Urdhra. Po thoshe që po përnë ndeja, po përnë ndeja. Thoshe po përnë tash. Ke petulla sa të bëje ti pastët. Pra. Shiko, ja, fillon. Bien vetë makarona, për gjë që unë do të ndihmoj pak, sepse që të bien vetë, dua në hu. Sa ishte minutazhi i ambalazhimit? 11 ishte minutazhi. 11, kështu që ne atëre 10 minutë që do ta çoj diku tek 8. Okej, të vazhdoj dhe pjesa tjetër. Sepse do gatuhet. Vendosa më pak që të kem kohë. I bë kapakun që ta ndihmoj. Ja, dhe pak minuta sa të bëhet panceta, ne do ta presim pak. Shtoj pak gjallë. Që t'i japim makaronave atë shkëlqimin e duhur në fund fare ne shtojmë gjallë që t'i japim atë shkëlqimin. E ndihmoj yndyrën, këtu ishte e petullave, që të vështahet shumë, po, yndyra e petullave. Largova yndyrën dhe e lash, sepse tigani është i ngrohur. Pra nuk themi që nuk lajmë tiganët, por këtu ishte në skuqe. Nuk shtoj as vaj, nuk shtoj as krip, as një gjë. Fillojnë derisa në momentin që fillon të zbardhet, i lë sepse këto duhet të marrin atë krokanten pak. Tek salca, që quhet salca e vezëve, i rrah mirë dhe më pas shtoj lëng nga makaronat. Lëngun e makaronave e shtoj gradualisht. Nëse unë e shtoj të nxehtë direkt, normalisht do pritet. Do pritet. Pra veza do piqet. Kam djathin dhe i shkon shumë mirë piperi i zi, jo piperi i bardhë. Janë në të specifikuara edhe lloji i piperit. E dim shumë mirë, piperi i zi, kemi piperin e zi, të bardhin, jeshilin dhe të kuqin. I kuqi shkon tek baristët dhe në ëmbëlsira, normalisht shkon dhe në gatime. Piperi i zi është i pjekjes së nivelit të lartë, jeshili pak më pak dhe i bardhi pak më pak. Por nuk do të thotë që piperi i zi i bardhi na ndihmon, jeshili na ndihmon nga ndonjëherë dhe tek ëmbëlsirat. Ashtu siç është dhe pak a shumë e ka shijen, pak a shumë, ka shijen e arës së kozanit, arë moskat ose arë myshk. Sërish i jap një përzierje dhe këtë radhë shumë dinjitoze, sepse unë them gjithmonë është cilësia. Nëse ju nuk doni ta merrni pancetën, atëherë merreni mishin e freskët, të jetë të faqja e bakqis, e coptoni vetë dhe e largoj se për pak bëm përmbytjen e Venecias. Të shkon deri në Venecia se me që janë alla carbonara. Ashtu dhe. Ja shifi pak ka nxjerr apo jo? Edhe po të doja unë ta kërkoja. Do të thotë që pajisjet e kuzhinës dhe kuzhina është zinxhir me njëra tjetrën, s'ka. Me që unë ku e kam në dorë këtë. E di për çfarë është kjo? Kjo është për punën e qofteve. Vëm masën e mishit të grirë, e kemi punuar, e shtojmë këtë, edhe del masa e qoftës. E ja, si këto emët e bukura, si këto gjitha janë qoftet e mishit apo të perimeve. Të gjithë shkaje. Sot ka gjithë shka. Edhe të brumi petullave. Ka edhe të brumi petullave, po. Këtu. Për pajisje sot nuk mungojnë, thjesht koha. Marë pak lëng dhe e lëmë njanë. Më duhet derisa të bëhet kjo shkëputja e tillë. Po do edhe pak, sepse shikoj që është do minutazhin e vet. Jo, po presim edhe pak minuta. Për shembull, vetëm unë s'kam pritur, unë kam dashur të lindë përpara kohë. Unë kam 3-4 minuta. 3-4 minuta është shumë në rregull. 3-4 minuta që zjehen e kanë fjalën koha e zjerjes, që tavë në furr, të jem pak al dente, mos jenë qulle, edhe që të tretet më mirë pjata. Tani, 2 recetat i përfunduam. Petullat dhe tavën me perime dhe me mish, do t'i gjeni në kanalin tonë zyrtar, në YouTube, në Reze Dielli, ku vazhdoni të na bëni subscribe, jemi një komunitet i madh aty, çdo ditë shtohemi, çdo ditë më shumë.
për të konsultuar, për pyetur, komentuar dhe për të marrë recetat tona, të gatuara çdo ditë për ju, po ashtu edhe tematika që trajtojmë me ekspertët tanë. Përfundojmë dhe recetën e pastës, e shpejt dhe kjo, pastat gjithmonë janë të shpejta, kur dim formulën e dur, kohën e përgatitjes. Edhe njëherë së bashku i rendisim produktet që na duhen për përgatitjen e spagetit. Spageti gjithmonë spageti Ola, një linjë e re në treg me një ambicie të madhe për të zgjedhur pasta cilësore, premium, sepse e tillë është dhe lënda e parë dhe sigurisht një pastë e mirë, ka teknologjinë e mirë dhe lëndën e parë të duhur. Së bashku dhe njëherë se çfarë përmbajmë, receta e spagetit alla carbonara me makaronat spageti, me vezë të plota dhe 4 të verdha vezësh për një pastë, për një tenxhere për 4 persona. Është kjo recetë, 100 gram pancet, 100 gram djath kaçkavall dhe kri piper të zi të sapobluar. Ne përgatitëm një masë pak më të vogël, i përgjysmuam produktet që kemi të shënuar në recetë për një porcion. Ujnë e makaronave të vezët, që mua mos më pritet, shtoj piperin e zi, edhe tek vezët, edhe tek makaronat, tek spageti. Një masë gjalpi që t'i jap atë shkëlqimin e duhur makaronave, dhe ju e shikoni që do dhe pak. Tani për hir të së vërtetës, se nuk bëhen makaronat me... Dhe do shtohet, në fund fare do i shtohen vezët. Të përthithen dhe pak lëngjet. Ul nxehtësin, gjë që i bëra dëmin vetes, sepse do akoma dhe më tepër kohë, por unë dua t'ju jap ekzekutimin të duhur. Po ja, se do ta presim që ta servirim siç duhet, marrim edhe një pjatë, i shtojmë atëre. I shtojmë se ne jemi në fund, do ta mbyllim të hapësirë, shtojmë vezët, verdhat dhe të bardhën e vezës, sepse kjo është, le themi, veprimi hapi kryesor i recetës. Shtimi i vezëve, sepse bëhet me shumë vezë, me të verdhën dhe me të bardhën, plus panceta, plus djathi i shtuar, që do t'i shtojmë edhe sërish djath tjetër. Në mënyrë që vezat të mos pishe, do të rregullojmë temperaturën. Nikim, jep një pjatë të lutem. Dhe jemi në fund se do ta mbyllim. I till, ja, kremi. Shërbehet kaq i lëngshëm, kap një pjatë sido që t'jetë, se s'kam për t'i vënë formë, sido që t'jetë. Më të parat. Dhe i dash pak më të shëndetshme. E lëm këtu tek, tek një pjatë shtojmë edhe djathin dhe duhet të mbyllim këtë hapësirë dhe do të rishihemi pas fleshit informativ. Ju presim. Ja.